Jetë vazhdimi i seancës me pikën e 1 të rënit e ditës, propozimin për votimin e komisionit për zgjedhjen e kryetarës së Kuvendit të Kosovës me votim të fshehtë. A mendoni që do të ketë ndonjë reflektim qoftë nga vendvendosi, qoftë nga partitë e tjera, meqense këto 19 tentime nuk ka pasur ndryshim? Ne kemi reflektuar në forma ndryshme dhe kemi treguar që jemi të hapur për me diskutu edhe për opsione, edhe për partneritete, edhe për koalicione. Në anën tjetër ajo që nuk mundet me, ose në rast se jo që unë reflektim idenë që opozita me zgjedh kandidatin e partisë fituese, atëherë kjo nuk është reflektim, por kjo është tentativë për me ta imponu kandidatin. Ne kemi po një takim që presidenti ka zhvilluar me kryetarin e nismas, a mendoni që do t'ju thrasë edhe juve në takim? Jo, po mendoj kur gjë. Do të thotë në rast se na fton, ne çdo herë jemi të gatshëm të marr pjesë. Unë e kom bën një opinion të mëhershëm, kanë ekzistuar dy mundësi se çish duhet me organizu takimin me partitë. Ata që kanë qenë barcë të koalicioneve, sikur këtë rast ka qenë vendosja, koalicion ka pasur edhe OK-ja, edhe ideja që me ftu gjithë kryetarët e partive politike që janë pjesë e përfaqësimit në kuvend. Ka përzgjedh këtë opsionin që më shku me koalicione, e drejt e saj se çush ka vendosur. Edhe diçka sa i përket çështjes së kryeparlamentarit. Për pyetje veç të ja edhe këtë. E ka cek natyrisht edhe këta tjerë. Apo i keni mbarur. E ka cek edhe mbrëm kryeministri në një intervistë që nuk mund t'ia jap kryeparlamentarin një partie me 3 deputat, këtë rast nismas. A ka pas ndoshta edhe kërkesë nga ajo si deputet të partisë GUX që të ketë këtë post ndoshta? Jo, nuk ka pas asnjëherë kërkesë ose interesim të tillë. Ajo që ka thonë kryeministri vetëm e tregon se pjesën tjetër të medalës për çka pretendon dikush, që ai i trajton me shumë kujdes edhe respekt shumë partneritetet që i krijon. Në rast në raport me GUX-ën, prej fillimit të partneritetit që kemi nisë në 2020 e për 5 vite rresht ka qenë vazhdimisht shumë korrekt dhe i kujdesshëm në trajtimin e tij. A mund të shkohet në zgjedhje të reja apo jo drejt ata? Gjithë është si opsion. Njëri nga opsionet, për çka unë mendoj që nuk do të ishte opsion i mirë për Kosovën, po në rast se shkojmë në pafundësi në drejtim të blokadës, opsioni vetëm që mundet me qenë duhet të zgjedhet, po edhe për me shku në zgjedhje na duhet me zgjedh kryetarin e kuvendit. Do të thotë është parakusht për me mujt me shpërbë kuvendin edhe që